Në 1 janar 2019, kryeministri Edi Rama, për të krijuar një monopol të kontrolluar nga i vëllai dhe klani i tij, mbylli bastet e ligjshme sportive me pretekstin se janë shkak për konflikte në familje dhe krime mes individësh, duke lejuar vetëm aktivitetin e kazinove në hotele dhe resorte. Në muajin prill 2024, 5 vjet pas bllokimit, ai miratoi ligjin që rihapi bastet sportive online vetëm me 10 licenca, por ligji nuk u zbatua për 2 vite për të lejuar vazhdimin e aktivitetit të tyre pa licencë nga grupe kriminale të lidhura me kupolën e qeverisë dhe policisë, duke përdorur drejtorin e Komisionit të Licencave, Gjergj Tao, dhe ministrin Petrit Malaj. Kryeministri Edi Rama bllokoi qëllimisht licencat për të lejuar bastet e grupeve ilegale 333, CR7, B3T, Arena, Modik, Trodo Cafe, Fair Play Bast, Barcelona, Vjena e të tjerë. Dalja e aktivitetit të basteve ilegale jashtë kontrollit të klanit kryeministror detyroi Edi Ramën që më 26 mars 2026 të firmoste vendimin për nisjen e aplikimeve të dhënies së licencave. Siç kuptohet, Edi Rama ka mbyllur pazaret me 10 klientët që do t'u jap licencat, ndërsa ministri i financave, drejtori i lojrave të fatit dhe drejtuesi i komisionit të licencimit do të bëjë garën formale dhe do të firmosin shpalljen fituese të firmave që do të marrin 10 licencat e basteve. Vendimi numër 194, datë 26 mars 2026, përcakton kriteret e vlerësimit të aplikuesve, afatet, procedurën e konkurimit, metodologjinë e pikëzimit dhe përzgjedhjen e subjekteve private që do të kërkojnë licenca për aktivitetin e basteve sportive online. Me anë të procedurës konkurruese, do të bëhet përzgjedhja e 10 subjekteve që do të pajisen me licenca për 10 vjet, duke servirur sikur nuk është bërë asnjë aplikim, kur siç ka raportuar pamfleti 2 muaj më parë, deri më 31 dhjetor 2025 ishin bërë 30 aplikime. Në vendimin e qeverisë, thuhet se gara për licenca do të jetë e hapur dhe e barabartë sipas kritereve të vendosura, por për të dhënë 10 licencat atyre me të cilat ka bërë pazaret Edi Rama, procedura është konceptuar që të përzgjidhen dhe licencohen 10 subjektet e paracaktuar. Një nga marifetet është ky: aplikimet paraqiten vetëm nga subjekte shoqëri aksionare, por aplikime mund të bëhen edhe nga një bashkim personash juridik, jo shoqëri aksionare, që nënkupton se kanë të drejtë të marrin licencë 4-5 individ të regjistruar si person fizik. Në ligj përcaktohej kushti që çdo subjekt aplikues për licencë bastesh duhet të jetë në ortakëri me subjekt të huaj, që të ketë 3 vitet e fundit aktivitet lojra shfati në 3 shtete të BE, të ketë realizuar jo më pak se 20 milion euro xhiro vitin e fundit dhe të ketë 1.2 miliard lekë të ngurosura si garanci për aktivitetin në Shqipëri, ndërsa në vendimin e qeverisë të datës 26 mars 2026, këto kritere nuk janë vendosur, duke i zëvendësuar vetëm me kushtin që çdo aplikues për licencë bastesh duhet paguaj paraprakisht 500.000 lekë si garanci për të pranuar në garë. Një rrjet kompanish në dukje të pavarura nga njëra tjetra tregojnë gjurmët e duarve të deputete socialiste Elisa Spiropali me parat dhe pronat publike, përfitimet dhe lulëzimi i këtyre kompanive përkon me ngjitjen e zonjës Spiropali në shkallët e pushtetit të Partisë Socialiste me mbështetjen e Edi Ramës nga viti 2013 kur e emëroi drejtoresh të doganave deri disa javë më parë kur e shkarkoi si ministre të jashtme. Një prej këtyre linjave interesi kamuflohet me kompaninë Solomon Construction, themeluar nga vëllai i Spiropalit, Enkli Spiropali, sot në pronësi të kunatës së saj Blerina Totaj, duke përfituar qindra mijëra euro para publike dhe 19 hektar tokë publike për 90 vjet. Në shtator të vitit 2022, bashorti i Elisa Spiropalit, Salarion Totaj, themelon kompaninë ST Consulting, ndryshuar emrin në Solt, me objekt shitblerje pronash, një fushë që në raportet e SPA konsiderohet si më kryesorja për pastrimin e parave, krahas biznesit privat. Totaj rezulton një kohësisht edhe antar i Këshillit Drejtues të DPSHTR me pagën rreth 9.000 euro në vit. Më herët Totaj ka qenë drejtori ujësjellësit të Fierit, ku i ka dhënë tendera Kunatit, vëllait të Spiropalit, por rezulton edhe antar i Këshillit Mbikëqyrës të Kompanisë Shtetërore të Gazit Alp Gaz, si dhe drejtori i shërbimeve mbështetëse në operatorin e sistemit të transmetimit OST. Ndërkaq në vitin 2023, bashkëshorti i zonjës Spiropali deklaron rreth 40.000 euro të ardhura nga aktiviteti i kompanisë Solt SHPK. Në gusht të vitit 2013, disa muaj pasi Partia Socialiste fitoi zgjedhjet parlamentare, vëllai i Elisa Spiropalit, Enkli Spiropali, themeloi në Fier kompaninë Solomon Construction me objekt import-eksport dhe tregtimin me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm industrial. Në prill 2015, Enkli Spiropali ja shet kompaninë Marius Memushajt, i cili është kushërieri i Salarion Totajt. Gjatë kohës kur kompania ishte në pronësi të vëllait të Spiropalit dhe pas kalimit formal në emrin e Marius Memushaj, rezulton se ka përfituar para publike nga ujësjellësi i Fierit, kur drejtohej nga Salarion Totaj,
më 27 mars 2014, bashkëshorti në ato kohë jo zyrtar i Spiropalit, Salarion Totaj, i jep një tender me vlerë 66.000 euro vëllait të Spiropalit, Enkli Spiropali, pas akuzave publike në një reagim në Facebook në shkurt të vitit 2019, zonja Spiropali tha se vëllai i saj nuk kishte përfituar fonde publike, duke mohuar evidencat dhe faktet që tregonin përfitimin në konflikt interesi, madje edhe në formë korruptive. Nga viti 2014 deri në 2016, bashkëshorti i Spiropalit i ka dhënë rreth 350.000 euro tendera kompanisë së vëllait të saj. Në maj të vitit 2024, vëllai i Spiropalit, Enkli Spiropali, vendos të i futet një tjetër biznesi. Ai themelon kompaninë e taksive Bles Taxi bashkë me Klodian Kaldanin me kapital 100.000 lek. Administratori i kompanisë fillimisht saktohet Besmir Metani, i dyshuar se i përfshirë në biznesin kriminal të mashtrimit përmes call centerave. Spiropali dhe Kaldani e nisën biznesin me një flot prej 5 taksish, ndërkaq kompania Solomon Construction, e themeluar nga vëllai i Spiropalit, përfundon në duart e kunatës së saj Blerina Totaj. Në tetor 2021, Marios Memushaj e shet kompaninë Solomon te kompania Fortes Construction për 120.000 euro, duket si një shitje reale, por të dhënat sugjerojnë se kompania po kalon nga një radore besuar në tjetrën. Kompania e projektimit dhe ndërtimit Fortes Construction, e cila bleu Solomon, është një tjetër linjë biznesi e lidhur me bashkëshortin e Elisa Spiropalit, Salarion Totaj. Kompania e themeluar në vitin 2015 me zyra në Tiranë është në emrin e dy kunatave të saj, Blerina dhe Luranda Totaj. Kjo kompani operon kryesisht si nën-kontraktore e firmave që përfitojnë fonde dhe koncesione publike, duke qarkulluar çdo vit qindra mijëra euro. Blerina Totaj rezulton një nga nyjet kryesore të këtyre interesave të lidhura. Përmes kompanisë Solomon Construction është siguruar edhe një kontratë qiraje 90 vjeçare me Ministrinë e Bujqësisë për kultivimin e ullinjve në një sipërfaqe prej 19 hektarësh tokë shtetërore në Patos. Sipas dokumenteve zyrtare, kjo sipërfaqe është dhënë me qira me një vlerë prej 465.000 lekë të reja në vit, ose rreth 40.000 lekë në muaj. Qëllimi i kontratës është kultivimi, prodhimi dhe tregtimi i ullirit për vaj dhe tavolinë. Krahas përfitimit të pronës publike, kompania Solomon Construction vijon të përfitojë edhe fonde publike, ndonse në vlera më të ulta. Bio Foods është një tjetër kompani në pronësi të vjerrit të Elisa Spiropalit, Luan Totaj. Ajo operon në fushën e import-eksportit dhe tregtimit të produkteve ushqimore dhe industriale dhe ndodhet në zonën e Frakullës së Madhe, në aksin Levan-Tepelen. 3 vite pas themelimit, kompania i është shitur shtetasit Beqir Ahmeti për 20.000 euro, shkruan prapaskena, ndërkohë interesat kryesore financiare të dyshuara lidhen edhe me studion e projektimit, supervizionit dhe kolaudimit Arkon Studio, e themeluar një vit pas ardhjes së Partisë Socialiste në pushtet. Kjo kompani ka përfituar 10 milionë euro nga fondet publike vetëm gjatë 5 viteve të fundit. Arkon Studio raportohet të ketë përfituar rreth 49 milionë euro nga buxheti i shtetit, duke ngritur pikpyetje mbi lidhje dhe ndikimin e mundshëm të interesave familjare në këto përfitime. Pas më shumë se 2 vitesh në Arati është dorëzuar pranë autoriteteve spanjolle Eraldi Breçani, djali i Erzem Breçanit. Operacioni u zhvillua në nëntor të vitit 2023, ku u godit një grup i strukturuar në mesin e të cilëve personazh të botës së krimit, zyrtar dhe ish-zyrtar të policisë. SPAK lëshoi 10 urdhër arreste në atë kohë, ndërkohë policia ka arritur që të arrestojë vetëm 4 prej tyre. Konkretisht në prangaran Erzem Breçani, Besmir Murati, Bujar Ajezi dhe Dedan Gjoni. Në kërkim u shpallën Ismail Zeneli, Artan Sulejmani, Albert Prenga, Bajram Grabova, Ervin Mata dhe Eraldi Breçani. Pas disa kohësh në Arati, sot Breçani është dorëzuar dhe pritet ekstradimi drejt vendit ton. Ai ka deklaruar se ka vendosur të përballet me drejtësinë. Ndaj këtij grupi kriminal janë ngritur akuzat sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, armbajtje pa leje, prodhim dhe shitje e narkotikëve, trafikimi narkotikëve, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, grupi strukturuar kriminale të tjerë. SPAK shton se pjesëtarë të grupit kriminal janë përgjegjës për 4 tentativa për trafikun e mbi 900 kg kokainë e marijuanë në vende të ndryshme të Europës, ndërsa paratë fituara nga veprimtaria kriminale më pas i pastronin në Shqipëri. Sipas dosjes së SPAK-ut, Ervin Mata duket se ka pasur rolin e ndërlidhësit në trafikun e drogës midis bashkëpunëtorëve të tij në Amerikën e Jugut dhe Eraldi Breçani, djalit të madh të ish nëndrejtorit të policisë së Tiranës Erzem Breçani, i cili i kishte dhënë motrën për grua
i gjithë aktiviteti i tyre nis dhe zbulohet pas sekuestrimit të disa sasive me lëndë narkotike të kapura në portet e Europës dhe që vinin nga Amerika e Jugut. Po kështu SPAK i ka kërkuar informacion Mbretërisë së Hollandës ku kërkohen të dhëna lidhur me tentativën për trafikimin e një sasie lëndë narkotike të llojit kokain, dërguar nga vendet e Amerikës së Jugut me kontejner me destinacion Antwerpin dhe destinacion final shkarkimi në një magazin holland. Kontejner që rezulton se është transportuar nga Antwerp drejt Hollandës me kamion. Menjëherë pasi SPAK mori informacione lidhur mbi këto ngarkesa me drogë, që po pushtonin ndërkohë Europën dhe grupin kriminal shqiptar që dilte të ishte i përfshirë. Kërkoi nga homologët e tij francez informacione mbi bisedat që ata kishin kryer në platformën e komunikimit Sky ECC, aty nga ku nisi të zbardhej roli i Bolit, Nofka me cilën thirret Ervin Mata dhe të burrit të motrës së tij, Eralbi Breçani. Bazuar në punët për cilat ata ishin ngarkuar të kryenin, gjithsecili prej shqiptarëve të përfshirë në këtë aktivitet kishte një detyrë të posaçme për ta çuar deri në fund. Kështu sipas grupit hetues, Ismail Zeneli mbante rolin e porositësit dhe financuesit për blerjen e lëndës narkotike në vendin e origjinës, si edhe të sigurimit të daljes së lëndës narkotike nga porti i Valencias në momentin kur ajo mbërrinte në këtë port e transportuar me kontener. Eralbi Breçani kishte rolin e porositësit dhe financuesit për blerjen e lëndës narkotike në vendin e origjinës. Po kështu për shkak të lidhjeve të tij kryesisht në Amerikën e Jugut, ai kishte krijuar kontakte edhe me anëtarë të tjerë të grupit që kishin udhëtuar në këto shtete, me qëllim organizimin e aktivitetit të paligjshëm të trafikimit të lëndëve narkotike. Sot në orët e para të paradites, Sokol Çomo dhe Ina Rama kanë zbarkuar në dyert e KLG-s, me qëllimin e vetëm dhe të qartë për të intimiduar anëtarët e këtij organi që të shkelin kushtetutën vetëm e vetëm për të arritur qëllimin e tyre, të pozicionohen në gjyqësor haptazi në kundërshtim me kushtetutën. Pasi kanë depozituar shkresën në vitin 2022, me të cilën kërkonin t'ju mbaheshin vendet bosh, sot ata kanë hedhur hapjen e dytë flagrant në kundërshtim me ligjin, duke takuar ata që nesër do të marrin në shqyrtim jo vetëm kërkesën e tyre, por do të analizojnë se sa e drejtë është ligjërisht kjo kërkesë. Çfarë do t'i ndodhte një magjistrati i cili para se t'i nënshtrohej procesit të vettingut, të shkonte në dyert e KPK-s apo KPA-s e të kërkonte vota për të kaluar procesin? A do vraponte Sokol Çomo me Ina Ramën e t'i bënte kallëzim për ndikim të paligjshëm apo do i priste në zyrat e tyre për muhabet dhe kafe? Pse e kanë me kaq ngut këta antar të kryejnë kaq haptazi veprime të paligjshme në dritën e diellit kur kanë 9 vite që ju kanë trumbetuar magjistratëve dhe popullit shqiptar që ata zbatojnë vetëm ligjin dhe janë njerëzit më të pastër moralisht dhe profesionalisht? Pse vrapuan sot Sokol Çomo dhe Ina Rama duke trokitur në çdo derë të antarëve të KLG-s për të kërkuar favore, apo u shqetësuan shumë që juristët treguan nëpër media se sa e padrejtë dhe antikushtetuese është kërkesa e tyre për t'u bërë gjyqtar, se sa e paramenduar ka qenë zbrazja e sistemit duke u përpjekur të kapin vende në apel për të sistemuar veten e tyre. Nuk duhet shumë inteligjencë e lartë për të kuptuar përpjekjet e Sokol Çomos dhe Ina Ramës duke u zvarritur dyerve të KLG-s për të ndikuar në marrjen e votës që do t'i bënte gjyqtar, kur kushtetuta e ka përcaktuar qartë që antarët e KPA-s kanë statusin e gjyqtarit kushtetues dhe nuk mund të trajtohen sipas ligjit numër 96/2016, sepse nuk janë magjistrat dhe KLG nuk ka jurisdiksion për gjyqtarët kushtetues. Por lëvizja e sotme e antarëve të KPA-s tregon qartë se ata kanë shkuar për t'ju mësuar antarëve të KLG-s se si ta interpretojnë kushtetutën dhe ligjin sipas mënyrës së tyre speciale, që vetëm ata din ta bëjnë. Kush ka kontakte me krimin është i pastër dhe gëzon besimin e publikut. Kush ka depozita plot apo 3 a 4 apartamente duhet të vazhdojë detyrën, se tregon profesionalizëm të lartë dhe standardet e tjera të dyfishta e të shumëfishta që kur bëjnë një bilanc të punës së tyre 9 vjeçare e kupton se sa shumë dëm i kanë bërë jo vetëm sistemit por publikut në tërësi. Sot këta antarë që ende në dyerve të KPA-s kanë cënuar sigurinë juridike me punën e tyre sepse boshatisën sistemin në mënyrë të padrejtë, duke e kthyer reformën nga një proces kushtetues në një gjuhë shtrigash, ku fatet e njerëzve dhe karriera e tyre shkatrohej duke zbatuar kushtetutën sipas oreksit të tyre. Të nderuar antarë të KPA-s, me që ju jeni kaq të pastër dhe kaq me integritet të lartë, nuk keni bërë asnjë mëkat në punën tuaj. Pse nuk i lini të qetë antarët e KLG-s? Ta vlerësojnë kërkesën tuaj pa përshpëritjet tuaja në vesh dhe pa përfshirë ambasadat, BN, OMN dhe gjithë kombësitë huaja që jetojnë në Shqipëri? Veproni dhe ju si të gjithë magjistratët e Shqipërisë që besuan në reformën e drejtë dhe të ligjshme? Por ka vetëm një përgjigje në rastin tuaj. Ju e dini shumë mirë se si deformohet apo zhbohet ligji kur e zeza mbizotron mbi të bardhën, sepse jeni vetë autorët e saj. A dhe tani ka ardhur koha që ju veti trembeni asaj që krijuat si standardi i KPA-s apo vettingut.
Grupet mafioze nuk kanë brirë. Ata dominojnë ekonomi, shërbime dhe financa publike, të siguruara me ndikim në kupolën e pushtetit për të marrë ndërtimet, sistemin bankar, shërbime telefonike, investimet në zona turistike, rrëmbimin e pasurive, zotrimin e tregjeve të mëdha fitimprurse dhe tenderët nëpërmjet lobimit në ligjbërje dhe vendime qeverie, referuar një investigimi të kryer nga Financial Times për rrjetin klientelist oligarkik ekonomiko-financiar që ka krijuar kryeministri Viktor Orban në Hungari, konstatohen ngjashmëri me rrjetin oligarkik që ka krijuar dhe instaluar kryeministri Edi Rama në Shqipëri. Në qershor 2011, një vit pas rikthimit në pushtet, kryeministri Viktor Orban filloi përqendrimin e pasurive, financave, licencave, ndërtimeve dhe shërbimeve shtetërore në duart të një grupi biznesmenësh të njohur si Bankomati i Elitës së Pushtetit. Këtë skem, kundër së cilës pati reagime nga biznesmen pa lidhje politike dhe nga BE-ja, Viktor Orban e serviri si model zhvillimi të quajtur sistemi i bashkëpunimit kombëtar. Linja e sistemit hungarez NER kishte si mask bashkëpunimin shtet-privat, duke kaluar fondet, lejet, licencat dhe pasuritë publike në duart e disa kompanive private të afërta me Viktor Orban, me ministra, politikanë e grupe mafioze të lidhura me ta. Edhe Edi Rama, një vit pas ardhjes në pushtet, zbatoi në Shqipëri modelin hungarez, sistemi i bashkëpunimit kombëtar NER të Viktor Orban, duke servirur si partneritet publik-privat PPP për qëndrimin e pasurive, fondeve dhe licencave publike në duart të një grupi biznesmenësh. Në Hungari janë 42 kompani në pronësi të 13 biznesmenëve, të cilët kanë marrë 32% të pasurive publike, 45% të licencave dhe lejeve dhe 52% të fondeve publike gjatë 4 mandateve pushtet të Viktor Orban, para ardhjes së tij në pushtet më 2010-ën, ata zotronin vetëm 1% të pasurive, shërbimeve dhe 11% të tenderve e lejeve shtetërore. Kryeministri Edi Rama, në zbatim të modelit NER të homologut dhe mësuesit Viktor Orban, u ka dhënë 75 kompanive të 13 oligarkëve, 100% të PPP-ve, 80% të pasurive publike dhe 70% të tenderve, lejeve të ndërtimit, zonave bregdetare e licencave publike. Madje Edi Rama, përveç skemës së PPP-ve, ka perfeksionuar modelin hungarez NER, duke zgjeruar grabitjen dhe përqendrimin e pasurive publike në duart e grupit të oligarkëve dhe grupeve mafioze me skemat kontrata 1 euro, investitor strategjik dhe paketa e maleve. Në muajin maj 2022, për shkak të skemës NER që kufizoi ekonominë brenda rrjetit oligarkik të Viktor Orban, Komisioni Evropian i bllokoi Hungarisë 27 miliardë euro fonde investimesh. Të njëjtën gjë gjatë viteve 2017-2025. Komisioni Evropian ka bërë edhe ndaj Shqipërisë për shkak të korrupsionit, përqendrimit të pasurive në disa duar me skemat PPP, kontrata 1 euro, investitor strategjik dhe së fundi paketa e maleve, duke i bllokuar projekte miliona euro. Madje prej 3 vitesh i ka bllokuar fondet bujqësore i PARD 3. Por Edi Rama e ka avancuar atë model të homologut dhe mësuesit Viktor Orban, duke krijuar edhe rrjetin oligarkik hungarez në Shqipëri, me bank private, telefoni celulare, shërbim interneti, agjenci të mikrokredive, biznese ndërtimi, përfitime si investitor strategjik dhe janë duke finalizuar pazarin për të marrë OSSH-n dhe ujësiellsat me koncesion. BNI Foundation ka nënshkruar një marrëveshje 1 miliard euro për mineralet e Shqipërisë, por askush në këtë vend nuk e ka parë këtë fondacion. Askush nuk e ka gjetur në asnjë regjistër dhe askush nuk mund të thotë me dorë në zemër se kush qëndron pas tij. Megjithatë, Mirsa Doruçi, biznesmeni që prej vitesh lëviz midis Shqipërisë, EFT serbe dhe kompanive offshore, po e shet këtë fondacion si investitor amerikan dhe po e fut në lojën e tij më të madhe deri tani. Minerat e nikelit dhe kobaltit në Bilisht, një projekt që vlen sa gjysma e buxhetit vjetor të shtetit shqiptar. Historia fillon para pak javësh kur grupi grek Aktor njofton se ka lidhur një marrëveshje kuadër për eksplorimin dhe shfrytëzimin e burimeve minerale në Shqipëri. Nuk bëhet fjalë për gur të zakonshëm, por për nikel dhe kobalt, dy nga metalet më strategjike të këtij shekulli, pa të cilët nuk bëhen bateritë e makinave elektrike dhe nuk mund të realizohet tranzicioni energjetik që perëndimi po e shtyn me kusht. Depozitat e Bilishtit përmbajnë mbi 500.000 ton nikel dhe mbi 25.000 ton kobalt, çka e bën këtë projekt një nga më të mëdhenjt në Europë. Partneri i Aktor në këtë sipërmarrje është BNI Foundation, i cili sipas njoftimit zyrtar përshkruhet si kompani rajonale që operon në Ballkan dhe kryesisht Shqipëri me kapital amerikan. Në letrat e marrëveshjes, Aktor Metal merr 51% të sipërmarrjes së përbashkët, ndërsa BNI Foundation merr 49%. Dhe në anën shqiptare nënshkrues për këtë fondacion është Mirsa Doruçi, por jo në emër të ndonjë selie të madhe në Amerikë, por përmes një shoqërie të quajtur Brightness SHPK
e cila u themelua në tetor të vitit 2025 me një kapital prej 100 lekësh, domethënë afërsisht 1 euro. Këtu fillon pjesa ku njeriu pyet veten si është e mundur që një kompani me kapital 1 euro të bëhet partnere për një projekt 1 miliard euro. Përgjigjja është se nuk është Brightnest ajo që ka rëndësi, por BNI Foundation, i cili supozohet të sjell kapitalin amerikan. Por kur pamfleti filloi të kërkonte se kush është ky fondacion, u përball me një boshllëk të plot. BNI Foundation nuk figuron në asnjë regjistër të qendrës kombëtare të biznesit në Shqipëri. Nuk është i regjistruar as si shoqëri tregtare, as si organizatë jofitimprurse, as si fondacion. Nuk ka NIPT, nuk ka adres, nuk ka asnjë dokument që vërteton se ai operon ligjërisht në territorin shqiptar. Kur i kërkon shtetit shqiptar të tregojë se kë ka futur në një marrëveshje miliardçe për pasuritë nën-toksore të vendit, shteti ngre duart lart. Pastaj shkon te regjistrat ndërkombëtar. Në Amerikë ekziston një BNI Foundation, por ai është një fondacion bamirësie i regjistruar në Karolinën e Veriut, i cili merret me mbështetjen e fëmijëve dhe nuk ka asnjë lidhje me minierat apo Ballkanin. Në Greqi, ku aktor ka Selin, nuk ka asnjë deg të regjistruar. Në Zvicër, në Londër, në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku Ruçi ka kompani të tjera, nuk gjendet asnjë gjurmë. Pra kemi të bëjmë me një entitet që askush nuk e ka parë, që askush nuk e ka kontrolluar dhe që megjithatë ka arritur të nënshkruajë një marrëveshje strategjike me një nga kompanitë më të mëdha greke. Ai ka verifikuar Actor Group se me kë po lidh marrëveshjen, sepse në biznesin ndërkombëtar, para se të firmosësh për 1 miliard euro, ti kontrollon partnerin. Nëse Actor e ka bërë këtë verifikim dhe ka gjetur diçka, nuk po e thot. Nëse nuk e ka bërë, atëherë kemi të bëjmë ose me një neglizhencë të papërballueshme ose me një marrëveshje të ndërtuar mbi një fasadë, ku të dyja palët dinë se fondacioni është thjesht një emër dhe kapitali amerikan një mit. Këtu hyn në lojë fotografia që jep pesh gjithë kësaj historie. Në takimin ku u finalizua marrëveshja në Tiranë, ishte e pranishme Kimberly Guilfoyle, ambasadorja amerikane në Athinë, e cila u takua me kryeministrin Edi Rama dhe me presidentin e Aktor Alexander Exarchos. Në pamjet e takimit shfaqet edhe Mirsad Uruçi. Guilfoyle nuk ka bërë asnjë deklaratë për BNI Foundation, por prania e saj i dha legjitimitet të menjëhershëm skemës, sepse në Shqipëri kur sheh një diplomate amerikane pranë një biznesmeni, mendon se ai biznesmen është i pastër. Derisa Departamenti i Shtetit të përgjigjet nëse e njeh BNI Foundation dhe nëse e mbështet atë, fotografia mbetet vetëm një fotografi dhe Uruçi vazhdon ta shfrytëzojë atë për të mbuluar boshllokun e madh në qendër të projektit të tij. Pse ka kaq shumë rëndësi kjo histori? Sepse nikeli dhe kobalti nuk janë gur të zakonshëm që mund t'i japësh kujdo. SBA dhe Bashkimi Evropian po kërkojnë me ngulm burime alternative për të reduktuar varësinë nga Kina, e cila kontrollon pjesën më të madhe të përpunimit të këtyre metaleve. Shqipëria me depozitat e bilishtit mund luajë një rol të rëndësishëm në këtë zinxhir furnizimi. Por nëse të drejtat minerare i jepen një fondacioni fantazm që përfaqësohet nga një biznesmen me histori kompanish offshore dhe lidhje me oligarkun serb të energjisë Vuk Hamović, atëherë nuk është perëndimi ai që përfiton, është i njëjti rrjeti i vjetër ballkanik që ka tregtuar energji elektrike për 2 dekada dhe që tani po depërton në minierat strategjike. Pamfleti i ka drejtuar pyetjet haptazi Mirsad Uruçit. Ku është regjistruar BNI Foundation? Cilat kompani amerikane qëndrojnë pas tij dhe pse i thoni shqiptarëve se keni kapital amerikan kur nuk paraqitet asnjë provë? Actor Group, a e keni verifikuar dokumentacionin e BNI Foundation para se të firmosnit? Ambasadës amerikane, a e njeh qeveria amerikane BNI Foundation dhe pse ambasadorja Guilfoyle u shfaq në takimin ku ky fondacion finalizonte marrëveshjen? Derisa të vinë përgjigjet, BNI Foundation mbetet një fasadë, një emër pa trup, një lojë me miliarda që po luhet mbi kurrizin e Shqipërisë dhe të mineraleve të saj. Vijon me lidhjen 20 vjeçare të Uruçit me oligarkun serb Vuk Hamović, i cili figuron në dosjen e Credit Suisse me miliona franga zvicerane, skandalin e lobimit britanik të kryebashkiakut të Londrës Ben Hoxhain, i cili vizitoi Tiranën pa deklaruar financimin, një lord britanik u përdor si vegël lobimi nga rrjeti i një oligarku serb të energjisë për të siguruar koncesione në Shqipëri, pa dinë braktisur 110 milionë euro në ICSID nga Arka Energy e Uruçit.